Në ditën e fundit të vizitës së tij në Afrikë, Papa Leo ka lëshuar një thirrje të fortë kundër pabarazisë sociale dhe korrupsionit gjatë një meshe në Bazilikën e Konceptimit të Papërlyer në Guinenë Ekuatoriale këtë të mërkurë. Gjatë fjalës së tij në kishën më të madhe në Afrikën Qendrore, ati i shenjtë u ndal gjatë në kontrastin e thellë ekonomik të vendit, duke u kërkuar qytetarëve dhe udhëheqësve të punojnë për të mirën e përbashkët dhe jo për interesa private. Papa theksoi domosdoshmërinë për të tejkaluar hendekun mes elitave të privilegjuara dhe komuniteteve të varfra, duke kërkuar zgjerimin e hapësirave të lirisë dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Ai u shpreh se mendimi i tij shkon veçanërisht për familjet në vështirësi dhe për të burgosurit që jetojnë në kushte të rënda sanitare. Pas meshës, itinerari i Papës vijoi në qytetin e Batas, ku ishte parashikuar një vizitë në një burg të sigurisë së lartë, vend ky i vën shpesh në shënjestër nga organizatat ndërkombëtare për shkelje të drejtave të njerëzit. Gjithashtu, kreu i Kishës Katolike kreu lutje në vendin e shpërthimit tragjik të vitit 2021, ku humbën jetën mbi 100 persona. Papa Leo u prit me ovacione nga mijëra besimtar dhe u takua me presidentin Teodoro Obiang Nguema Masogo, duke përmbyllur kështu një udhtim intensiv apostolik në kontinentin afrikan.